dashur të bësh valle gjithmonë në mirin. Juela, 23 që i keni nxjerrë të gjithë jashtë. A ke ndjenja për Senon? Po Senon. E di si dole ke Portokallia. Si nuk e kuptoj që ti Senon të kishte ndjenja për ty. Tu bosh tu? Si ka mundsi? Po ti ku ishe? Po ti ku ishe? Po kështu, po ti ku ishe? Ti ku ishe? Falsitet Ku ishe ti? Ku ishe ti? Ku ishe ti? Ku ishe ti? Kur Selini po ndërtonte emrin e saj. Ku ishe ti? Tani kanë filluar to nxjerrjet e disa detajeve pa lidhje që kanë të bëjnë me të kaluarin. Tani Selin i përmend Senon Juelës. Unë nuk e kam parë ndonjëherë Juelën të thonë Senon nuk e kam parë ndonjëherë. Nëse keni pa ju, ma dërgoni ta shoh dhe unë. Ama kam pa Selinin 60 ditë rresht, miri atje, miri këtu. Ço e ul mirin, se ku është miri, si është miri, mirin se tradhtoj kur, mirin se le kur, madje nuk më intereson të dal, pra është Selina ajo që ka patur në gojë emrin e mirit dhe jo Juela emrin e Senos. Kjo është e vërtet dhe nuk e mojmë dot. E para, e dyta i thot ku ishe ti kur unë po ndërtoja emrin tim, i thot Selin Juelës. Në fakt, Juela s'ka qenë mas një vend në ato kohë, kur Selin po ndërtonte emrin e saj, emër të cilin e ndërtoi thellësisht në bashkëpunim me mirin. Pra, loja që ka bërë me mirin, e ka bërë Selin tjetë kjo që është sot. Pra, tjetë nga personazhet më diskutuara në Big Brother. Dhe në atë kohë, vërtet Juela s'ka qenë, por vërtet Selin e ka ndërtuar profilin e saj në këtë Big Brother me mirin. Dhe këte nuk e mohon dot as ajo, as kush.